Shikues të nderuar, televizion shqiptar të Amerikës, ju përshëndes. Jemi në një emision të gëzueshëm, pra Zoti ka sjellë dhe i ka bërë këto mrekullira që njerëzit një herë në vit në një fushë të caktuar, por për rastin konkret është festa më e madhe, më e rëndësishme e krishterimit, pra janë prak Pashkës, dhe ne do të marrim një informacion për këtë festë të rëndësishme, kur ato kanë lindur, që janë Pashkët, mesazhet që ato sjellin për njerëzimin, çfarë do të ndryshojmë neve gjatë këtyre ditëve, por dhe obligimet që kemi që kjo festë të festohet në mënyrë të mrekullueshme. Për të folur për Pashkët, sot unë kam ftuar Don Fred Kalajn, është famultari i kishës të Shumpalit, tashme nuk po e bëj shumë prezantim të gjatë, sepse jemi vazhdimisht pranishëm me Don Fredin. Të falenderoj për prezencën tuaj edhe për ftesën që pranuat për të ardhur në televizionin shqiptar të Amerikës për të folur për Pashkët. Faleminderit për thirrjen, si gjithmonë falenderoj me gjithë zemër që ne mundësi nëpërmjet televizorit tuaj me komuniku më gjantësisht me popullin ton këtu në diasporën detare. Çfarë përfaqësojnë Pashkët dhe çfarë mesazhi sjellin ato për cilin tek njerëzimi? Është me të vërtetë një zinxhir, nëse mundna me thënë, dhe është misteri i ngjalljes Krishtit, misteri i mishnimit Krishtit që kanë kshnellat, që i thonë na krishtlindjet. Ka një rritje graduale që vjen për me ndihmu popullin, për me njohë të vërtetën, me jetu në të vërtetën, edhe nëpërmjet vërtetës që është e shprehur edhe në sakamentet e fesë, në sakamentet e kishës, për mu arritë atë që quhet shëlbimi. Janë tana terma, e di që janë të vështira, njerëzit e kanë një, ndoshta se kanë kuptim, për shembull ç'është adventi. Po filloj vetëm shumë shpejt. Adventi për fjalës latine, do të thënë koha e ardhjes, pra kur aty ardh Krishti. Me fjalë, është original sikur është një gruaja 7 zanë, edhe mendon që ka marrë shumë shpejt, kanë metë edhe disa javë për me lind fëmia. Është gëzim, po është edhe fije ankth. Një gëzim, po është edhe një fije ankth. Po megjithatë, ju nuk e dini se çfarë është ai fëmijë, si ka me kënd, çfarë të ardhmet ka me pas, por i gëzohen a faktit që ky fëmijë ka marrë dhuratën e jetës. Edhe vjen në këtë botë me gëzu jetën e vet, edhe me na gëzu ne. Kja është adventi. Pra, na popull gjatë kohës të krishtlindjeve, pra të ardhjes së Krishtit, na bëna gati për mishnimin e fjalës Zotit edhe birit Zotit, që ka me marrë trup njerit. Pra, ka me marrë, janë shumë të forta, ka në teologjike. Pra, si thot Shën Gjoni, e fillon unidhin, të thanë, fillim ishte fjala, e fjala ishte në Zotin, e fjala ishte Zot. Pra, mishnohet Krishti, fjala e mishnume, është Jezu Krishti. Po për linja i fëmijë, është një gëzim, u kry një prej profecive, që ja para folë prej Zotit nëpërmjet profetëve, erdhi u mishnu. Po për si ka me kënë, si ka me vëpru, çfarë impaktit ka me pas në botë, për nuk e dina. Vetëm i gëzoha faktit që i erdhi në këtë botë. Një ashtu si i gëzot një familje faktit që i levi djali. Tash që ka me kënë këj fëmija i mira i këtë që adin që ka me ba për, po i gëzot faktit erdhi këj. Ashtë gëzimi. Edhe këtë e marrim, fillojmë i bajmë tana dhe të pagëzimi i Krishtit, me festën e pagëzimit Krishtit, që vjen fill mas ardhive 3 mretave, pra bota e mori vesht që biri i Zotit është mishnu në personin e 3 mretnave, atëherën vjen pagëzimi i Krishtit, nëllë mas 30 vjetëve, pra ka kanë 30 vjeç, kur Krishti shkon në lumin e Jordanit, edhe gjën pagëzusi e pagëzën. Jo pse kishte Krishti nevojë, por me majt drejtësinë, me majt drejtën, me majt mirën. Adhe fillon ministri që i thonë, fillon misioni i Krishtit për shëlbimin e botës 3 vjet që rrin. Pra, në momentin që vjen Krishti edhe fillon tash prap, fillon koha tanishme, ikur koha kreshmeve, i koha e krishtlindjeve, fillon koha tanishme, tash filloj me një Zotin, filloj misioni i Krishtit. Duni njëni tjetrin, keni një që ashtë thanë vjetërve, duni vllaznin tuaj për sy, edhe për dham me armikun, por po ju thom ju,
du një armiqtu, i lut një për ata që ju ka një natë më rrallë. Kjo se vjen dikush me ta vjell gjaketin, ne pjallë edhe kapotin, kjo se një i keq thot ty me ba 1 kilometër rrugë, ti ban 2, me të keq vetëm i thonë s'kam punë me ty, ju e një kry pa bocë e më rrallë. Ta në fillën, kjo mësimi, pra në përmjet të informacionit që nga bjen Krishti, nga sakten e të vërtetën, që të vërtetën nuk e din kur kush në botë, asi njëri në botë, vetëm Zoti, pra ty i pru të vërtetën, na ballafaqohna me këtë vërtetë edhe shofim ku jena. Wow, kja ka vërteta, ku jam unë? Edhe për herë të parë, ti u ballafaqu me të vërtetën, pra një ashtu si një njëri që nuk ka fort i pashëm, ti u ballafaqu me një të bukur, dallon se ku është, një njëri që i duket vetja i meqëm, kur ballafaqohet me urtijin e vërtet, e din vetë ku është, s'ka kam kërkun unë, kam menu si jam mirë, po shko një djali i ri që mendon se është atlet i mall, kur shefi atlet vërtet, ballafaqohet pra me atë perfektin, edhe në aty u ballafaqu me të perfektin, filloj me dallu mungesat e të mërshme që kena. Pra fillojnë këta mungesat që kanë këtë mshehu në ne, që mund në mjavu emnin së dësh, mund në mi thanë mkati original, që jenë rritë, fillojnë mu ballafaqu me të vërtetat që jena në Krishtin e përmjet mësimeve. Atëherë, kur shofim që kena një këtë met, atë na fillojnë mu rregullu. Pra, gjofëson duket vedja se di anglisht në të mërkullushme, kur rrimi profesor Amerikan, thëmë, s'jam kërkun më anglishtet. Atëherë, qa banjun, kur e daloj që nuk di mirë anglisht? Filloj me hapel i herë libra të anglishtes, me perfekcionu gramatiken, drejt shkrimin më rrallë, sepse ka modelin para. Pra edhe na, kur fillu me realizu, edhe me pa mungesat e të mërshme, edhe në që kena, sepse kena modelin perfekt të Krishtit, edhe na filloj mi hek, mi gudit ka dal. Kja është të puna pëse për gjdo vjetë për sritit aja, sepse gjdo vjetë na bjen ka i shkallë, manelt, në perfekcion tonin, në lidhje me perfekcionin që atë e Krishti. Pra mu perfekcionu na në lidhje njështu si mas 6 mujve rrje dhe herë matë profesorin Amerikan, edhe shof ko kam anglishten. Edhe për qa duhet me perfekcionu. Pra gjdo vjetë që të rri, kur nuk mund e ma rritat që ka le këto. Pa ma du qëllimi e ma mjë avit sa ma, shumë e ma. Kja është, i ketë periull, në i qëmë kreshme, që janë javë 40 ditë për para pashve. Pra gjatë kësaj kohës është agjerimi, është lutja, është me lanë elmosh. Janë të vepra që banë të realizume vetëm atër kur ti ke fillu me e kuptu, kur na filloj me e kuptu, që duhet me i dash njerëzit si ka dash Zoti, që duhet kënarë në këtë botë me një mu njënitetin të në zbashkut, si kish me mujtë mu shelbu. Edhe se kja është e rëndësishme, pra në këtë kohët është që unë, një farë mënyrë ti kena vu një cak vedit, pra kena vu një qëllim, kur ka kanë e mërkurja për hime, kur kena fillu kreshmet, paka shumë e ka në Ramadanin, që janë për musliman të adin që rrinë pa hangër, gjatë ditë se në lutje. Pra, kur kena në këtë periullën e kreshmeve, kur kena rritë me overcome, pra me kalu një piksionim që kena pas në vetë po bi shemull këtë. Për shemull dikush thot, nuk rrej po i egzageroj gjanat. Edhe thot, e ven vedit, i ke du me hek. Bahem nervoz si nollë, po të thush të shumë njërës në botë, bahem nervoz për gjanat vogla. Adina e mengri, bahem nervoz për gjanat vogla në shpi. Ja me grun, ja me burrin, ja me fmin, ja me vlan, ja me motë, nuk du me e ba maket. Për gjanat e vogla s'du me e ba qëtë male. Pra, janë që vitin tjetër kapi diqa tjetër, du mu lutë ma shumë, du me hi ma thellë, në fe e më rrallë. Kja është arsyeja se për çdo vjet kisha e përsërit. Si thotë e fjala e bukur, që thotë repetition malafus dhe me, përsëritja në anadijes. Pra rrin të përsërit, dhe që vjen perfekcion. Në momentin që tash na i kam largu ata që kam vun plan, ose dhe një farë mënyrët, i kam zbut, ose i kam eliminu kaj fje,
tash vjen e ringjallja e Krishtit. Bashkët konsiderojnë si festa e ringjalljes dhe shpresës dhe është e rëndësishme, domethënë si do ta kuptojmë këtë në jetën e përditshme. Origjinat është me vazhdu aty ku e laç. Pra, mas 40 ditëve që i kam denuncut këqijat e mia, se kam pas modelin për para, edhe unë du mu ju përshtat modelit, mi po për mi ju përshtat modelit duhet me luftu, pra me punu që mi i largu ata, atë janë vjen një moment që unë jam renewed, si thonë, jam ba i ri një farë mënyrët, jam rinërtu, gati i rilin, jam rinërtu në Krishtin. Jam njaj person, po jam pak të atë metat që kam pas. Pra, I am renewed in Christ, jam ba një në Krishtin. Mi po qashtë është jo e batë pyetjen në përsosën, gati është i përgjigjen vetë vete. Adin sa është e shpresa, jo thate, ringjallja edhe shpresa. Ringjallja të jetë dita përjetshme, të përditshme. Qa ringjallja? Ringjallja Krishtit a ringjallja jonë. Ringjallja Krishtit ka nëllë 2000 vjetë për para. Na e festojmë, por në vërtet festojmë ringjalljen tonë. Sepse në përmjet 40 ditëve të kreshmeve unë largova të këqijat. Edhe tash kam një rilinje në vetë vete, në zemrën e në shpirtin tonë. I shikjoj njerëzit ndryshej, e shikjoj familje ndryshej. Nuk i shikjoj shok të këta si oponenta, i shikjoj si a bashkulltar, i shikjoj si ata që një moj në unë një moj, jo si konkurent. Pra ka nëllë një rilinje shpirtnore, që nuk ka arrit perfekcionin, se ka na me punu edhe vitin tjetër, për me marrë në shkallë dytë e më rrallë. Pra na festojmë ringjalljen e Krishtit, pa tjetër, por ringjalljen tonë, se identifikohen me Krishtin. Atë në momentin që na identifikohen me Krishtin, pra mundem i thanë vetit jam kristian, se ti njerëzit shpesher njerëzit, jam kristian, ose jam katolik, në vërtet as janë kristian, as katolik. Veç din me bakërë që thoi një dy, se s'janë lodhë kur, për me kalu në përmjet kësaj që i thonë pastrimit shpirtnor. Në gjuhën latine, pastrimit, adin i thonë purgare. Mi për fjallë spurgare vjen fjalla shqipe që i thonë burg. Pra, në koncept burgu nuk ka kënë gjatë tjetër veç me një njërë që i ban këtë shoqënis, shkon një vend, reflekton, arrinin konceptin që s'duhet me i ban njërzve keq, edhe kur na kuptojmë që nuk ka i keq e bime dhe herë shoqëni. Pra, je pastru, je purgare. Anglisht i thonë purgation. Adin do thonë ashtë ripastrim. Pra, këta janë njërës që thonë njëna kristian, për së janë lodhë, kur mu pastru? Për në thonë, është kja vjetë me vitin tjetë ashtë e njajta. Këtë jam të i thonë, pra, kur identifikosh me Krishtin, tash mund në mi thonë vedit, ose nërmjet tjerve, në përmjet jetës, se si e jetojon, jo me fjallët e mija, po në përmjet nërë se si jetojon, mund në mi thonë tjerve që jam kristian. Pse si më njifni jo si jam kristian. Unë ba me të thonë jam katolik, po di njifni mu si jam kristian, kjo ofse ndimi i falë njerëzit, kjo ofse nuk i gjykoj, kjo ofse një moj fukara, kjo ofse nuk e mërë në përgoj një të keqe që ka ba dikush tjetër, vetëm me qëllimin për me ullë, me rrallë, i këta anë ata. Kjo ofse denëncoj të vedja jame, që kam inat, kam smirë, adin kam orrejtje për njerëzit, jam nerva, menoj negativ, flas negativ, kam energji negative, ta në këta gjanë janë që këta banë vetëdishme, të na vetëm kjo ofse kena figurin e Krishtit, e në kjo ofse e njofim Krishtin, po se me njoft Krishtin e përmjet fjallëve tia, punëve tia, po ku mi gjithë fjallët e Krishtit, e punë të Krishtit në njën. Duhet me lizohë gjithin. Se nuk muna me shku 2000 vjetë më rapa, me kanë ma poste. Ja, kuptën sa e rëndësishma është, se nuk du me hinë atë anë, po kure kam lezu unidhin e Mateut për herë të parë, unë gjithin e Mateut për herë të parë, kur jam ka 24 vjeç, i këtë proces ka bate unë. Kam ba, wow, nësë jena kurkun, ma. Nësë jena kurkun. Edhe jena mundu, mos për gjdo vjetë, jo për i herë, dikush ka hirë për i Zotit, në rënë 100%. Aja, bo, ma da në mërkulli që i banë Zotit, por në naturale njërzit në rënë për gjdo herë, të u pastru për njënës, të u pastru për tjetës e më rrapë.
Kja është ajo, pra ne, kjo është ajo ringjallja e Krishtit, se a ringjallja jonë. Na kujtojmë ringjalljen e Krishtit. Por na në vërtet festojmë, kujtu ringjalljen e Krishtit, ringjalljen tonë. Na festojmë për Kshnella, ose për lejmin e Krishtit. Po në vërtet festojmë linjën tonë shpirtnore, sepse shkrimi shajt thot, një zemër të re, krijon në mua Zot. Ma krijon një zemër të re. A o kriju i kja zemër e, apo a zemra vjetër? Ajo që jam e mkat original me tana. Jo zemra vjetër, s'ke ba si pashk, as ke festu as ti Krishtlindje. Veç ki hangër buke ki bletesha. Këto është problemi. Pra ne shpesher, kur janë edhe kreshmet, i kam vure, nuk ka keq, në mënyrën më absolute, se me ba mirë nuk ka kur keq. Ade a ban mirë paka shumë për vedi, për tënë, kur thoi njerëzit du me lanë mishin, ti e do lanë për vedi. Se do mu ba ma elegant, ade nëse du me pi kafe, se të ban keq, se du me ba keq. Kurse kreshmet janë kur thu, nuk du mu ba ma nervoz. Nuk du me folë ma keq, pra me ba një pastrim tanin për të mirën tane, pa tjetër, sepse kjo a formimi, a pjesë e shelbimit që ka me ba, edhe dyta je për të mirën e njerëzve, se kur i ty u batimi janë njerëzit mirë, edhe në këtë mënyrë ti në plavë të Zotit e në qilë, për para njerëzve të në vetë veti. Shumë faleminderit për shpjegimin jashtëzakonisht ekselent, Don Fredi. Gjatë kësaj periudhe të shenjtë, cilat janë disa nga vlerat shpirtërore që duhen forcuar më shumë tek besimtarët? Paka shumë përmena ata, do me thanë purgare, ashtë aja, Po më konkrete, kështu duke marrë si individ dhe si familje dhe bravo, dhe si famulli po si famulli. Për mu, një që më ka ba për shtypje, edhe më ka me gjithmonë me në shtikja, a new heart created me, o God. Ma krijo një zemër të rejnë mu. Mas ma arno atë zemrën e vjetër. Ma krijo të re, prej fillimit dhe në fund. Që me pa botë ndryshe, mi pa njerëzit ndryshe, mi pa gjithqa. E mi pa me sytë e Krishtit, me sytë e fesë, me sytë e të vërtetës. Na kishim kanë në është Zot një vila, kishte kanë në është shumë rëndësishme në njerë me folë qa vërteta. Njerëzit nuk e kanë konceptin e të vërtetë, se përmendin të ashe, thuj e të vërtetën. Kur vjen Krishti për para Pilatit, ka me kanë në rubrikën e të pranën e male, kur ka kanë, i thot Pilatit, i avitet Pilati e shikjon. Alin edhe i thot aty në që, e që homo, qërë njëri, që ko keni njërin. Sepse a kanë gjithmonë, a kanë në menjen e njerëzve për me mujt me kriju një kod moral që ashtë e mirë për njërin. Por kjo kodi moral më ndërtu për njërit, jo me mendimin e Zotit. Pra kja qëtë, kjo fëse mundë me thanë, kodi moral filozofik, që vjen për filozofisë, për logikës. Kurse kodi moral kristian ashtë që vjen për Zotit. Nuk ka për njët, pra në Aristoteli ka la një kontribut shumë të malë me etiken. Adin ka librin e etikës, si në më thanë, si ka me kanë kodi moral, për shamu os me vjellë, thot Allah Aristoteli. Ta i tjedi ka punu, tanë kodë t'i shkoni amër për i herë, nuk ka mirë, mos me vra, edhe Aristoteli, thot, njëri ju vetë-vetjut, bjen disa që qunë, do thanë, disa regula shoqënore, që janë më të mirat që i vinë prej njërit. Kurse na jena diqa të avancume, pa tjetër që të mirat që vinë prej njërit, po këta të mirat që vinë prej njërit, të lamen kjo se mundë me thanë me të vërtetat edhe murtin e fesë. A shumë themelore një fjalë që thot Shën Agustini. Shën Agustini thot, hiri i Krishtit e perfeksionon natyrën. Natyra mirë, ba me tha natyra keqe e gabim 100%. Natyra është e mirë, se e ka kriju Zoti. E kur e ka kriju Zoti, natyrën ka thënë gjithçka ishte e mirë. Gjithçka mirë. Pa Krishti nuk ka ardhë me riparu gabimit që ka ba Zoti, se gjithçka është e mirë. Po e ka ba me perfekcionu me hirë. Pra, prej natyrit je inteligent, prej natyrit i fëmija është inteligent. Qa shkolla e perfekcionon inteligencen? Shkove në Harvard, keme dhanë gjanat bukra. Harvardi nuk nep të inteligencë.
Harvarti e palish, e shnrit atë që e ki marrë dhurat prej Zotit. E mojnë me njerë, se pas që bojim këto, e ka pa pyet njenjët profesorin në marksizmin, kur po flitte për astësin. I tha profesori, tha, ba me pale kal Marksin Dugagin, që kishte kenë? I tha këry plaku i Dugaginit. Në atë kuptimin që me thanë, është e inteligenca naturale, janë njërë që naturale, por hiri i Krishtit e perfeksion natyrin. Kja është aja që duhet me pas parasysh për gjithë ditë në jetën tonë, që me fut një atë hirë. A dhe i këtë natyrë të bukur që nga kalon Zotin, se Zotin nga kalon hirin për me dashtë. Me pranu të bukurin, me kërku të bukurin, me mbroj të bukurin, me pranu të vërtetën, me mbroj të vërtetën, me lanë edhe jetën për të vërtetën. Pra edhe herë ba më shku të e vërteta, kur i thot Krishti, i thot Pilati Krishtit, adin, kush je ti? Kush je ti unë? Që janë ta, i thot, unë kam marrë, thot, me dëshmu të vërtetën. Adhe janë Pilati i thot, e qa është e vërteta? Krishti s'flet. Sepse e vuni re që kë nuk ka lidhje manën e Zotit, pa vetëm filozofi. Kjam në mu me kuptu që Pilati ka kanë filozofi mërkullushëm. Pra ka kanë një njëri që ka kanë në kërkim të vërtetës, por nuk mundet me gjithë as për Ciceronit, as për Jull Cezarit, as për kurri filozofë Seneca, Platonit, s'ka mujt me gjithë kur. A dhe kur i thot kjo ka marrë me dëshmundve qa vërteta, me diftu ty qa vërteta, du të me nejtë edhe 3 vjet me ty. A dhe në mi pa mi një. Pra në akot mi fol. Kam fol dje me një person, se s'po ka nevoj mi dha në as me diftuat, por një balafaqim. A e shifte këtë manën e logjikës, unë e shifësha komplet manën e fesë. A e shifte me interesin e një shoqatës, unë e shifësha me interesin e misionit kishës. E shikjoshme dhe e pash mullim të dhe vedja, tha që pullole shkot, se nuk jena atë kithta, se nuk njesh nëse dikon i të takohna, po të kithta është kur shkojnë kështu, pa u taku kërkun, nuk ka asë midis. E nuk smujt me gjithë atë njajtë në gju, me kuptu, e i shkoj ma atë menimin e vetë, e unë veta me temin, nuk u dit me gja. Por, për e po hellin disa farë, që shpeshojmë se kanë me lanë frute. Faleminderit, më pëlqeve se ju gjithmonë sillni shembull nga komuniteti, por një rol të rëndësishëm kanë në përgjithësi individi, familja, shoqëria, institucionet fetare, dhe kam 2 pyetje, po të para për bëj cili është roli i familjes për ruajtjen dhe trashëgiminë e besimit dhe të forcimit të saj, por për trashëgiminë në breza. Nuk jam të thënë gjatë të është qeliza shoqënisë, familja thelbi. Ata që dojnë me pas në kontrol të fort shoqënin, mundon me prish familjen. Po parë se me prish familjen, mundon me prish fen. Për mu, kjo është një përfundim personal që e kam lexuar në vend, po që e pranoj 100%. Për shumë më shku mrapa se po më qëndesh të revolucioni francez. Adin të Volteri e këta që janë ata fondator, Diderot me rrallë. Adi që ka thënë Volteri? Zoti e ka kriju botën, e pranonat, se s'munet mira mohit, a prej frigit, a prej logjikës nuk e di, se i thëmë 1760 sa ka kënë. Zoti e ka kriju pra botën, ka vu mren ligjet natyrore, edhe është fjetë. Ne e në qenër. Prej tënë krijesave vetëm njëri t'i ka dhanë arsy, edhe njëri ka arsy me përdorë për me zbulu ligjet e natyrës, pra me zbulu ligjet e natyrës, edhe me vazhdu me drejtu jetën e tyne në përshtatje edhe në harmoni me ligjet e natyrës. Pra e përjashton hirin e Zotit. E përjashton Shën Agustinin, hiri i Zotit e perfeksionon natyrën. E përjashton atë mundësin që a ideali që ka lej meqëm, ose a i fëmija i meqëm, ba më shku në Harvard, ba të perfekt. Jam të i folë kuptimin intelektual, kuptimin shpirtnor kja. Nja ka kënë, pra në revolucioni francez, pse e ka luftu mëretin, e fidhë mas mëretit Krishën.
Në vërtet ka luftu kishën, s'ka luftu mretin. Po mreti e ka mbrojt kishën. 16.000 prifta, morgesha edhe laik që janë kanë fetar janë vra. Gjatë revolucion francez. Edhe atë janë Volteri ka thënë njerëzve, ju nuk keni nevojë kur të keni probleme me hap Biblën e me gjetë se me gjetë përgjigjen e problemit. Shoqënora, familjara, shpirtnor, çdo që tjetaj. I ka thënë kena me thirr logjikën më të mirë të njerëzve. Pra kena me marrë çfarë thot njëri më i mëshëm për këtë problem. Çfarë thot njëri më me eksperiencë për këtë problem. Atë janë me kanë se ky njëri që ka mençuri e eksperiencë, ka me dek i ditë, a dhe tana ditunin e ti eksperiencë do në me fut një liber, edhe i ka thënë enciklopedia. Që kur të keshti një nevoj, shko në hap të enciklopedia, edhe sot kena Google. Pra ba me ajkivore e njerëzit, më deli puqe, kuqe i to, tërë që në thënë, kja banë kështo, adin me marrë, me ka prej herë më shku të ditunia, po jo më shku të Zoti, pra mas ledzo ma Biblen. Kja është aja gjaja skandaloze që ka kanë. Pra të familja, si ju tha që dhe njëherë, për me dasht, për me shgatru familjen, sepse ata dojnë me pas komplet kontrol popullin, pra na i ba me vure sot në botën moderne që është një vazhdim të ju sofistiku i revolucionit francez, bota sotme, është ju sofistiku revolucionin francez. Të oba për herë më të sofistiku me tana, dënë që mas me egzistu familja, që me ba si mas republikës të Platonit. Platoni e ka shkruar të republika që familja se egzistan. Shteti, a i thot qytetin atë ko, po shteti i ushqen fmit, shteti i edukon fmit, shteti i formon fmit, baba nana vetëm kanë kohë sa me shërë kohë, me pasi fije kohë, me daj fije kohë me fmit. Ja me shku me pa e neshe futbolët të isen. Ba me vure sot që është tragjike, sa njërës shef, që punojnë atë shumë sa s'kanë kohë e nge për menet me fmit. Vjen prej punët vetëm i roki i puthën faqe, edhe i puthën edhe i hen faqe kur shkojnë me fjetë, edhe nuk merren ma. Në është ta një ditë dile pak, nërko që me njofti njëri dënë kohë të saktume, dënë kohë, dënë shpenzim kohët. Sa kohë keni nejnë t'ju me djalin, adin për menet, për me mujtë me mësu, kur keni kanë afer, kur keni kanë tri, për në tonë ka nejtë shumë. S'kena pas këta, kjo se mundë me thanë që e kanë pengu bashkimin e prind, s'kena pas atë televizorin e këta që njëna i mirë, po njëna nuk ka ba mirë. Kena shpenzu ma shumë kohë me një tjetër, me një liber, të o diskutu i liber, e majmen lezoshim lufta pacha, Spartaku, e rrishim të o diskutu, e më rrallë, i kjo formimi i shpis. Ate shpia formot në përmjet fesë. Pra dhe herë qa, familja mirë, po familja kristiane, është e përsosë. Cili është, si pas mendimit tuaj, roli i kishës dhe i besimit për të sjellë në komunitetin tonë, jetojmë në emigracion, një unitet më homogen dhe për të bashkuar vlerat tona intelektuale, ekonomike, për të mirë dhe komunitetit. Herë duhet me folë kur thëmë kisha komunitetit tonë është kisha botnor, është për këtë kisha. Unë e kuptoj kishën, aja ka kisha është gjithë qahe, po shive si është kisha. Asë një njëri në botë, për shekujve, miliarda vjetë, kanë me kalu, kërë tonë bota, kur nuk ka me mujtë shkenca, menja njerëzore, me kriju një farë, që me pas mrenë, në adë në gjithat, komplet trungën e frutin e gjithë qa, pra me kriju në laborator këtë farën, që kur të helësh farën në tokë, ka me dalë një bim, ka me kriju një frut, a i fruti ka me pas mrenë farët e veta, që kur ti qiqë në tokë, ka me dalë njëjti frut, e me përshdarë, kërën për jetë. Frutin atë farën e nebzoti. Jetën e nebzoti, së mundet më u ba kërë në laborator. Ta shti i këtë farë, që më kalon zoti, unë jam aj Baqevani, ose jam aj fshatari, edhe e di e hapi gropë një veple, edhe di që sa temperaturë do në shkriftë, sa ujë mi qitë, jam i kujde, kam studiu mirë, mas me më hangër, ka projte këta rrëthoj me tel, kur fillën mu rritë e krasis ka i fije, edhe bati kja kisha.
Feja nuk e fiton, as tani baba, as nana, as kish, as kur kush në botë. Feja allërohet direkt për i Krishtin, a direkt për i Zotit. Pra ne thot Krishti një vend, kur kush nuk vjen të unë, po nuk e pruni ati. A feja është direkt dhurat për i Zotit. Jo, kur vinin kish, ty të ka pru Zotit, ty të kam pru unë. Po atë qam unë jam a i baqevani, oj mirë i keq, që i shala divit, bahizmit mirë, që një fej me të rrit, edhe me thanë frute. E qarë frutesh? Frute dashnijet, frute mshiret, frute nimet. Roli i kishës me komunitetin. Exakt, është i Jetojmë në komunitetin këtu që Tomash. shumë njerëz vinë kish, po edhe shumë të tjerë nuk vinë kish. Cili është roli i kishës, i besimit, roli pozitiv, gjithmonë flasim. Ata që vinë, ata që izvinë, janë dy temat që mundin mu krasu të damë. Ai që vjen. Ai që vjen. Bra që vjen. Ai që vjen ta që dhe jere, ka dhuratën e fesë, he realizes, se ajo shi, pra e kuptën që e kam, ka kalu në pra të purgation që ju thaqë për para, pra në të pastrimin, e tana edhe vjen. Edhe na kisha, mundot sa ma shumë e ma që eksiston për mja shnërit, pra për mja perfekcionu ata që ka fitu në përmjet kishë, po që e ka marrë dhurat për i Zotit. Pra që ban kisha, kjo se ullë në tash për i kishë universale, ne shkojmë të kisha jo në Shënpalit, në arkidioqezin e Detroitit. Unë si me shtarë, kam vure që na kena vlera, që na bajnë i fje ndryshe për i tjerve. Nuk asë atë që kena na nuk eksiston të njerëzit tjerë, po të na shkelqen ma shumë. Si puna një mollës, molla Sterkinga është ma madhe, ka erë ma të mirë, po ka dhe molla tjera të mirë, po a ma vogël, nuk ka fort erë. Zdi jam kuptën. Pra, unë kam vure që populli shqiptar i ka disa vlera, një ata vlera, me të thanë drejten, mundohë mja shtu, mja lucidu, pra dhe njerë, mja perfekcionu në përmjet fesë. Për shambull, që kena një vlerë, na jena, prej e kam thane, ma beso mu, këtu nuk ka dalim qëfar aje katolika, muslimana, ortodoksa, vektashia, diqa. Populli shqiptar është popull mistik. Është popull që do në Zotin. A dhe janë si e shprej, si e adhuron Zotin, si e ban janë gjana tjera. Pra në kjo se mundë me shku të ana inteligencë, populli shqiptar, a popull inteligent. Ta shka shkon me studiu në Tiranë, në Universitet Tiranë, sa të Shkodrës, në Harvard, a dhe më varë ku jeti. Apo nuk shkon shkollë hiq. Ti e njëri menqëm, ti ke dashmik, gjithmonë keme pas qef ditunin. Pra, janë ta, na jena popull mistik, na do na Zotin. Marë mua beti. I këtë vlerë është mje shtu, sa të mund na ma. Mas mja mungu me fjalë, jo me i bëndhe, sepse i len mëres dikuj, si në mostrive, kur i fut një diqa kundra fes, që bota ato ba papushim dhe për filma, është tragjike, nuk shof kur i film, po ata ku feja. Nërë ma banale, edhe ata adin që nuk ban efekte na, pa ata kanë bështimin se ka me ba efekt në ardhmen, ta ata generatat që nuk e njofin. Jam të i thanë 5-6 generata mrapa. Ata i ka me na kjo halin, ata kanë me thanë shketit stërgjyshat tonë, që pas kanë pajitu në atë kohë të mërshme, që pas kanë hek për i priftave murgeshove. Ty i vra, ty i rrahet, ty i pre. A ki pa Name of the Rose, që është Umberto Eco, që a bajnë filmi. Ta në trishtimit e to, të ba manastirin me nga vra. E sa herë që i kam lipat film, më kujtojt seminari ku kam studion, i kry vevër, ta në dritë, ta në ti. A i shkon ja bën atë prezentim, nipit tanë. E si mund i dhe i mu ba prift, në të ardhmen, kur është shefat atë, kur thot kam i një atë, kam me më therë me thikë, duhet me hapë sytë, se ka me të mëtë dikosh. Me të mëtë dikosh seminar. Për herë të parë njëtën teme, mas jam të i folë me këtë, se s'du mi i këtemës, për herë të parë njëtën teme, që kam jetua, kam shiju Parizin, a kanë ku jam kanë seminar. Për herë të parë njëtën teme, kam jetu një ambient, që e kam ditë se kur kush nuk murën, që e kam ditë se kur kush nuk më ka i nanë, që e kam ditë se kur kush nuk zohet në gjofë se mu më mungën diqa, ku e kam ditë se gjithë kush lutet e dëshërën për me pa të i lullzu, për para e të jetës për para, ku në për herë pa një teme e kam ditë se kur kush nuk më rënë, asë nuk i shkon menja më mashtru, kur kush njët aty nuk ashtë se ka smirë për i mejet, se do me ma pa të keqen.
Kur herë jetën teme se ka me mba dikush keq, e pra me shikju majta se majta, sa djathtas. Pra kam pas një test, gjofë se unë me thanë, shijen e parrizit, dvogel, a këftën, kufizume, të mirë po e di si a parrizit. Atëherë kur jam ba me shtare, kam ardhe në botë, edhe ka nërshunëm, nuk a kanë ma seminari. Atje dhe gja bota këto. Ka bota këto flasin keq për priftin, ja që shtërmnojnë me qëllim fjalë, bëmë që me ba mu dzerës, a i ka smijë, me rratë se jam të hi për mi për mene këta. Pra nej, ëmberë ka e, kur e pana atë, si mundet me ba, për gjanë më të bukur, që mundet për e tu i njëri, djaliri ashtë me jetu në seminar. Unë për vedi, ba me pas mundësi, kisha mi thënë gjdo djali 3, që janë këtë botë, mi i ba 4 vjetë të seminar. Ade no baft prift, God bless. Në masu baft prift, po martot, God bless 2 herës, po ka gjatë keqe. Po kalën e për atë. Për me e pasi fije shijen e të mirës, e pasi fije shijen e përsosënës. E ishto kanë shkollat kristiane që fatke qësë që janë mëllë. Pse janë mëllë? Për me mëtë kishen, se të i mëtë kishen, ke mëtë familjen. E të i mëtë familjen, ke me pas botën kontrol. Ju keni një program të saktuar liturgjike, që keni programet për të gjitha festat, por në këto pashk ju jeni dhe vetë një bari i Zotit, jeni një inteligent, jeni një person që e mbizotëroni edhe e kontrolloni jetën komunitare të familjes tuaj. A keni një mesazh ose një konstatim që du t'ja sjellë si mesazh komunitetit që ju keni aty në kish? Në kjo se kam mujtë për me dha një fije shije në rëndësis të fes, një fije sa me test, edhe në që me mujtë me test, edhe do njerëz e kanë ba këtë test, e kanë testu, e kanë shiju këtë fen, janë ata që i grumullon natën e pashkve, edhe të festat tjera për krishtlindje me radhë, që mushet kisha plot e përmaje. Kur jam të tanë janë 1300 vetë. Që shtash kena fillu me vu karriga t'jashtë, a ne e këtej për me vu se ka mu badi qa male. Përse nuk vinë ma gratë javës? Gratë 52 javëve tjera, përse nuk vinë ma këta njerëz, ose pak. Që teknikisht duhet mu shpër gjdo dile njashtu. Kjo ose me të vërtet. A di se si i nëllë këtyne njerëzve. A si puna me ka një filmi bukur e vjen t'i në gjystë filmit. Edhe rrinë 10 minuta a ikë, se shefas fundin. Ti përp këmë pa diqa, po marrë për shemë një film, po thëmë Braveheart, ka për shikjo një aspekt aty. Filmi është prej fillimi dhe në fund. Po nejtin, po pave 10 minuta, në gjysa, dikon, prej për shion, përp thu ka diqa bukur, e herë tjetër, po lezën e nuk vjen ma, nuk ke ma interes. Kurse kur fillin prej fillimit e shef, pra ne është e rëndësishme, një mesazh kisha mi dhanë atyne, adin që vinë vetëm 2-3 herë në vjetë, që vinë për këshnela, që vinë për pashk, që vinë për festën e zojës, që janë ata që vinë për shënkoll, e që vinë për shnanu. Se i tanë ata festat që vinë ma shumë i gërmëllojnë ne shqiptarve. Edhe shif një kërët filmin, prej fillimit dhe në fund, adhe në mas pëlqeft lene, por në të pëlqeft hajde për gjithherë. Si më ka thane e vlajem, kur më ka dhanë me ledzu një idhin për herë të parë. Sa i ma ka për unë gjidhin, dhe Fred lexoj e këtë liber. Masu dekorajo, don't discourage, masu dekorajo, sa është gjuha shqipe i fije vjetër. Ata frazat janë shkurta, janë krispi, janë thata. Nuk kanë atë elekuencen që kanë Balzaku o Hugo e këta. Po i thotë, më tha lexoj prej fillimit, tha den fund librit. Në kjo oftë se nuk të pëlqen, më tha, lexoj edhe i herë për hatër tem. Edhe që ku jam sot për unidhin. Pra edhe unë aty në kisha mi thanë, si më ka thanë ajem vlajem, e një herë i vjetën kish, një vjetë. Filloj një cikël, filloj me festën e Krishtit mërët, javën e parë të ardhis Krishtit, edhe vazhdoj 52 dilet, që janë me festa, me gjithë qatë, aty, e është shife. Në mas të pëlqeft, adhe e banë qadër. Lexoj e i herë Biblen, i herë njëtë tame. Sa orë hargjojmë në ty pasport, të ty pa këta,
të i lexu që tani janë të nevojshme. Lexoj vetëm një herë. A dhe ban çat dëshme dhe. Ban e këta herë. Kja është, unë kam i njëjti gjatë që kisha më lut për të mirë tyne. Është kompletament për mirë tyne. A për gëzim tamin, është për gëzimin e kisë, po për mirë tyne. Një ashtu si fëmijët tuaj kur shkojnë mirë në shkollë, a për të mirë tyne, po është gëzimi jatë. Një ata i kisha thënë, Marcelani vetëm a di sa më vjen këtë shkoj herë se liturgjia e pashkve është edhe e gjatë. A di ka herë me këtë se si për shembull kena 35, 40 që banë kristian, që për i feve tjera bashkojnë banë kristian. Edhe shko një fije gjatë, mund me shku orë gjys. A di në është pak ma shtu atë me falendërime, me tana, me fotografie tana. Mi pa i menon se një ashtu ashtan tana dilet. Ka me foli fije këto, kushënin. Banë e këtë zemrën gurë, si i thonë, harden not your heart, ose banë zemrën gurë, si e banë që i fort më riva, në risa, në shkretin. Hape zemrën, vëj vjetë. Logarit i këtë vjetë du me shku, 52 javë, me një për një. Qa thot, qa bëhet, atëherë ka me bëhet qatë dësh. Mrapa, paralel me këtë të shku në kish, lezoj edhe unilin. Lezoj testamentin e ri, që mas me të lollë shumë, s'po të me lezu të vjetërin, sepse të vjetër keme pa refleksin e trirë. Por, lezoj testamentin e ri, atëherë banë qatë dësh. Fundit as gjedhja jote. Çfarë rëndësie ka pendimi Don Fredi tek besimtarët, por edhe tek njerëzit dhe thjesht që nuk besojnë? Kur kena kanë fëmijë na kanë pallan me vizatu. Edhe na kanë pallan lapcin. Edhe na kanë thënë vizatoje jamicën atë qenin, ka herë na kanë vu një figurë. Kur e kena bërë vizën, që e kena bërë vizën, ndoshta nuk e kena lënë në trajektorin e nevojshme, atë formën që duhet. Edhe lapsi këtu mrapa ka pas gomë. Edhe kena shi, edhe kena fillu, ndoshta kena shi 4-5 herë, deri që kena shkuj kena lënë në formën që kena dëshuna. Pak a shumë ishto apenimi. Nërën, po thëmë, shumë nërë thjesht e tana. Më vjen këtë qaka mba mirë, po kërë thu fjallin nuk ka gomë, aty nuk mune me shi gomën, e banat keqen e keqja kryvi. Nuk mune me këthy mrapa. A dhe qa me ba, me shi me gomë, si me shi me gomë, ty reflektu në vedit i thanë, o zëtë, ka këndi qa keqen mu që më bani me thanë atë fjallë. Pra ne ma pastori këtë zemër, dalë edhe i hertë, a new heart created me, o God, një zemër tre kryon mu. Ma kërë zemër tre, mas të vinë ma nevoja me thanë këtë fjallë kur, mas t'i ofendoj njerëzit, mas t'i vras njerëzit. I kja mu penu. Ate anë mi po thot për shkrimi shajtot, një zemër të penume, Zoti nuk e zjarë jashtë. A contrite heart, God will not spurn. Zoti s'ka me zjarë. Po falja dhe pajtimi, se ti bera bashkë këto, sepse i kanë lidhje. Bravo, tash ti, në kjo se ju besonin Zotin, edhe unë besojnë Zotin, ta banu në fajin, ndolja për gojet, aja gjau, se aja fakte ka kry, nuk mune me e këthy mrapa, kurse si. Ti e beson se unë jam të ju shku të Zotit, ti thonë prizë më falë, e tana. A dhe në vjetë thëmë, se kur më ka falaj mu, thotë Krishti, falë një njeni tjetin si Zotit ju fali ju. Pra, kur a më fali mu e vetë thëmë ty, pash nere në më falë. E kam baj këtë gabim, ti duhet me më falë edhe ti. Kjo ofse ti së më falë, atë ti duhet me punu pak ma shumë, ka në zemrës tane, së unë kam kry detyrën. Kur thojmë fjallën, unë kam men me e trajtu i herë në kish, se s'ban do ta gjaj një moment për me e trajtu në gjatë predikimeve. Qysh se ka fillu njëri ju me jetu në shoqni, po janë një prej shpellave e tana, kena njërzit ka jetu në konditat mërshme. Jam të ju thane atë kuptimit me mikrobe, me tana, me kafsh, me gjarpi, me njërz që janë ka njërz pa formum, që të kanë mujt me të vra, me të prej, ki mujt me urdzu, s'ki njoft, s'ki dit, pra ka kanë alert, ka kanë në alarm, tanë kohën të shikju mrapa, djathtas, mas për mundet për nëllë diqa, edhe ka zhvillu në vetë veti, gati si natyre dyte jona, atë që mune punu me mi thanu një instinkt. A instinkti në ka një mune mu rujt, për mas me në nëllë diqa.
Mi po qanol tash, në kena artë tash faleminderit Zotit jene në shoqni kristiane, jene në familje, jene në shoqni, s'po na bjen kush mrapa me na bagja, me na therë, me na vra, me na hangë gjarpni, adin kafshë e ega, këtë se jena një shoqni tane, pa instinkti ka met. E në kja noll, e që ki duhet me pas shumë kujdes noll, që kur njeni ta thot ty një fjalë, që të për moment flet instinkti, e instinkti a vetë mërojtja. E vetë mërojtja mundet më shprej mi fjalë të gabume. A keni vore kur ban diqa bum, njëzit ullin kryt? Kush e bani me ull kryt? Instinkti. Mi po qanol, kur pra një njëri ta thot një fjalë të keqe, që ty nuk pëlqen, instinkti ashtë mu revoltu, edhe mu mrojt. Edhe kur mrosh, o me fjalë, o me gjesta, me diqa. To shty, tu i ba, tu i thani diqa. Fill mas instinktit vjen logjika. Pra nej kur, a i tjeti gërse diqa bom, edhe ti ull kryt, atëherë mrapa tak drejtor që dhe shkon e shikër dhe thëtë, pas ka para për lavamanit, aty ku vesh sapunin e ka gërsi dhe qesh, se filloj logjika, filloj mu për mledh. Pra nej edhe këtu, kur gjithmonë, pra kja është arsye pse malësort, kanë thanë, kur të bajnë kush nervoz numero 10. Si ka thënë vetë malësor. E kanë thënë, e kanë thënë gjithkush. Gjithkush, edhe Bravo, po ne kam një prej aty edhe ka thënë numero 10, sepse mas 10 s'fillon arsyeja. Ashtë botnore kja, bile ba me dash me thënë. Absolut. Adin po e kam fjallin, ose këtë kam një prej malësor që thot, për një trim jullaika. Ka kanë një luftit që julla tha ika. Pse ka ika, ja kanë trim, a kanë instinkti. A i vum ka nga 10 metra lërga, dhe tanga nalë edhe, ka ardhërshye, ko thonë jam burë, duhet me nejt, duhet me i mbrojt. Pra kam fjallin, i ti instinkti duhet me urujt. Për me duru, dhe që të vinë arsyeja. Kur vinë arsyeja, atë kur vinë arsyeja, ti e venos edhe e peshon mirë situatën, mërë një venime në fundit, a venimi jotë. Mundet me ka një keq për mësimin e se për Zotin, ose i mirë, po në fundit, ti atë nuk e ty ba gja, si thëmë në gjak zetësi, ose në peshë, në pasion. Pra ne i kja është, për mas me ran faj, që me pas nevoj mu penu, duhet me fillu me restrain yourself, duhet me fillu me kape me përmlell vedin, me menu, që me mujt me dalë për para. Don Fredi, cilat janë disa nga aktivitetet gjatë kohës festimit të pashkve, këto që kanë ngellë aktualisht tani, deri në nata e madhe? Na i shumë, dhe më thanë, i këtë dile që ka me ardhë, ka me kanë e dile e alarit, që vjen Krishti në njërë triumfante në Jeruzalem, i dalin para, atë e fillon java shajt, që ashtë e hanja me rradhë. Atë janë, i thonë, 3 djum, janë 3 festat matë mlaja që kanë lidhje njëna me tjetën, edhe konkludot me rinjallin e Krishtit. Ashtë e hajtja male, ku një natë për parë se mu kapë, Krishti mlel apostit të loma sipërme, edhe themelon sakamenin e Eukaristis, edhe i nep mësimin apostove, e të janë ty në tanëve ne, që me shërby një tjetërin, të jala kamt. Jala në kamt apostove Krishti. Pra e këtë që po bajun banja ju tjerve. Të nuk ka puna me la kamt, laja tatë këqia. Që ka, pra nëja, hekja, mësë rime e gjujt e me evra, duje fort. Edhe njëkosisht keni me marë korpin të me gjakun tem. Ka me kanë me ju, pra ashtë kur prezenca Krishtit batë reale në përmet Eukaristis, korpit e gjakut, batë reale për të në generatat që kanë marë. Aja që ka nëllë në lomën e sipërme, me 12 apostit nëllë për gjithë dit, në gjdo lëterë, të kisë, kur batë, aja është identike. Sepse nuk është ripërstritja asaj, dikush me nënë sigur është ripërstritja, nuk është ripërstritja. Te Zoti koha nuk eksiston. Qa nëllë i herë ka nëllë gjithmonë. Pra, sakameni Eukaristis ka nëllë një herë, pa të jo vazhdu me nëllë për gjithëherë në gjdo vend. Adhe janë vjene pranja amale, për pa festa tjetër, kur Krishti kryqëzohet. Adhe janë munimet e Krishtit, në atë kohë nuk batë mesh, në atë kuptimit batë a një rrit, e kena ostet, e kena të shuguru me qysh për fillimit i napim, fillon mesha gjithë qa, pa thana aty në pa banë kryqe, pa basisen, qa komplet morning, ashtë dhe më thënë në vajtim, edhe mëllë pala në bekim, edhe e largohet për e kishet gjdo gja bukurije që ashtë, gjdo zbukurije, për mi diftu botës, që ishtu ka mu du bota pa Krishtit.
Adin s'ka këngë, s'ka aleluja, s'ka drita, nuk ka e lule, nuk ka asisen. Nuk ka Zoti me ju, nuk ka gloria, nuk ka asisen. Edhe atëherën është aja pjesa pënes që e pranë e amalli, deri që vjen di që shtunën në orën 8 mramës, që në teknikisht duhet me kanë 12 natës, por me kanë për orë të arsyt e orës, na bajme në 8, fillën vigjilja që është vigjil, pra dhe me thanë kur e batë që Krishti është rinjallë, kur Meri Madalena dhe ata tjerat shkojnë të vorë e gjenë vorën bosh. Edhe ata një liturgji shumë e bukur, është aja liturgjia ma bukur, është pranimi atyne që vinë fenë katolike, që banë në përmjet sakrameneve. Atë janë nëse është dita e pashkve, që vinë atë njerëzit, po vinë me pa vorën bosh, edhe me festu rinjallën e Krishtit, që është rinjallja jonë. Me vërdet, kja është lidhja. Se nuk ka puna që i bajmë në një distante. Aja është rinjallja Krishtit, pa rinjallja jonë. Kjo se kena shku 52 javë në mesh, kena lezu njëllin, jena lut, nga sot muna, atëherë i bajmë festën, edhe këtë festë dajmë. Mrapa këtyne gjanëve ka dhe, pa janë aktivitete shpirtnore ma shumë, se sa aktivitete shoqënore. Pse festa e Pashkve është festa më e madhe, më kryesore për Krishterimin? Bravo, atë janë ata festat të mëdha, edhe në Krishtlindja është e jashtëzakonshme. Mu ba Zoti njëri. Por ai për atë njërin që mundet me pasi dyshima me ba këtë rinjallja është direkt se thot Krishti, atë që kam bëun keni me ba dhe ju, edhe ma shumë se unë. Pra ka me nëllë gjithë qa. Kur kush nuk vjen të ati veç në përmjet met, e më rrallë në përmjet mësimeve të mija, në përmjet shembullit tem të i dhan jetën për njerëzit të i falë gjithë kënë, tana këta gjana, hani trupin tem, pini gjakun tem, në të kuptimin e lëna, ja napin vetë vetës tjerve, familjës, ja jep ju, si i napin printore, ka dhan jetën për ne, ka dhan trupin e gjakun, kohën e gjithë qa, adin na me e dhan për ta njerëzit që njofë më rrallë. Kja është, mi për do thanë është, rinjallja Krishtit është rinjallja jonë, ajo që ka me kanë për jetën e pasosën. Na përjetojmë të vërtetën themelore të fesë kristiane. Jeta vazhdon mas vdekjes, edhe kja është e garantume në përmjet Krishtit prej dashni statit. Pra në qoftë se na jetojmë i këtë vërtet, na kena përjetu i paqë, që se kanë përjetu njërzit kur. S'kena me pas ma lëtë vajtimet mërshme në qoftë se dikush datë prej nesh, se ka fillu jetën e pasosën. Së është ma ashtu, adhe vetëm se na mërmali për personin, që nuk ka ma, atëherë edhe jeta jonë, kur fillojmë ju avit pleçni se tana, fillojmë me nalëshu i kraj, i gjaj, kapak, adhe në fillojnë a mu ba gadi si a i fëmija në barkun e nënës, që fillojnë me levize, fillojnë me jarë ma pak ushqim në përmjet asaj kordës e tana, fillojnë mu thaja, mu ngushtu, fillojnë me njësa aty i dhej, adhe në edhe na fillojmë të i ra flok, të i bëvët, jena bëhen a gadi me fillu jetën e pasosën, këtë e përsoter me paqë, e përs me paqë, sepse e besoj këtë gjatë, nuk kam as angth, as nuk kam regrets, as kam asisen. Vjen atë normalisht, vjen naturale edhe bukur. Kam bëra për ju, Don Fredi, mesazhin juaj me rastin e festës së Pashkve për besimtarët, por edhe për mbar popullin shqiptar kudo ku ndodhet. Në rrallë parë, famillisë Shënpalit e kishë Zojës, edhe të kisha e Zojë Shkodës njërë, kudo që janë populli shqiptar në Amerikë, në diasporë, në vendlinje, kudo që janë, kisha me thanë, ta njerëzve që janë në botë, çdo kristian dhe çdo njeri në botë, i uroj për shumë vjetë, me shnet e me zemër të mirë, festat e Pashkve të ringjalljes Krishtit, që është festa e ringjalljes tonë. Kisha me u lutë që me fillu një jetë të re në natë motën që na më thëmë shkrimi shaj. Edhe një zemër të reje krijon mu o Zot. A new heart created in me o God. Kjo ofse keni me pas këtë përqëndrim gjatë këtij vitit. Edhe në vitin tjetër keni marrë me një përqëndrime të tjera. Keni me përparu në mënyrë fundamentale një jetën tuaj shpirtnore që ka me kanë reflektu me në çdo sekond një jetën tuaj intelektuale edhe një jetën tuaj fizike, kudo që jeni në punë, në familje, gjithkund. Pra në këta festat e ringjalljes Krishtit, kjo ofte dhe festa e ringjalljes të
zemrës tuaj të re dhe të fillimit të një jetës të re e të bukur në Krishtin, me Krishtin e për Krishtin. Të falenderoj shumë që ishe në bisedë me televizorin e Shqiptarët të Amerikës. Me përmjet bisedës tuaj, televizionit i shtuar një vlerë e shtuar për arkivën tonë, por edhe për vetë komunitetin shqiptar që e shikon. Edhe të falenderoj për punën e mrekullueshme që bëni, pasi puna juaj si famultar aty ku jeni është një punë e shenjtë, edhe duhet gjithmonë që çdo kush t'ju suportoj, t'ju ndihmoj, jo t'ju mësoj. Pasi ju i dini vetë punën tuaja, edhe të gjithë duhet të jenë dashamirë për vullnetin dhe për të shtuar vullnetin dhe për të shtuar energjit që gjithmonë kisha e Shëmpalit të jetë një kishë pararoj për të gjitha fushat edhe kryesisht ato fetare, por edhe ato kombëtare shqiptare, të cilat juve vazhdimisht i ushtronin në kishën tuaj. T'jam mirë një shumë, zët një vila, jo me të vërtet që ma nepni këtë mundësi. Vilem të shtu edhe diqa të vogël për ata që janë të Japan. Ky mision që i ba me bashkë, me gjithë se kena lanë disa këshia dhe disa mësime fundamentale, nuk duhet me kenë i njëjtë i vetë një mësim. Nuk mund është mu ba inxhinier ku shkon e mërë pjesë vetëm një leksion. Duhet me shku prej fillimit e den fund. Edhe i herë, lexo një unillin, edhe e një në kish, edhe atëherë në bani qatë dëni me jetën tuj. I uroj shnedet mira, zjuve koftë. Zoti, ati e biri, e shpirti shajnë. Amen. Të falenderoj shumë. Kryt Zoti. Shikues të nderuar, falenderoj dhe emrit tuaj, do vret kalaj për gjithë informacionin sot dhe për urimin, për mesazhet dhe me shpresë të shikojmë në një emision tjetër, por pas të largohemi edhe unë në emër të stafit territorial shqiptar të Amerikës, ju uroj gëzuar Pashkët gjithë shqiptarëve, gjithë kristianëve kudo ku janë në botë. Edhe mirupafshim në një emision tjetër të gëzueshëm. Faleminderit shumë, do të Kryt Zotit, beko. Faleminderit.